Rruga qafësore Thet vijon të mbetet e bllokuar për shkak të rreshjeve intensive të dëborës dhe rrezikut të lartë nga ortekët. Segmenti është bërë i pakalueshëm për shkak të grumbullimit të dëborës dhe temperaturave të ulta, që rrisin rrezikun e shkëputjes së ortekëve. Firma kontraktore për mirëmbajtjen e rrugës ka kërkuar ndërhyrjen e policisë së shtetit pasi disa drejtues mjetesh tentuan të kalonin drejt Thethit pavarësisht paralajmërimeve për rrezik. Rreth orës 8:30 të mëngjesit patrulla e policisë mbërriti në zonë, ndërsa po monitoron situatën duke ndaluar qarkullimin e automjeteve. Ndërsa në Han të Otit Vermosh qarkullimi mund të kryhet vetëm me goma dimërore dhe me asistencë të mjeteve borpastruese. Në Obot uji ka përfshirë kryesisht toka bujqësore sipas autoriteteve pa rrezik për banesat. Aksi rrugor lidhës i fshatit me rrugën kryesore paraqet prezencë uji rreth 40 deri në 50 cm, çka ka vështirësuar lëvizjen e mjeteve të vogla. Në terren ndodhen mjete të kalueshmërisë së lartë dhe efektiv të forcave të armatosura të gatshëm për çdo emergjencë. Ndërkohë situata hidrologjike në Shkodër dhe rrethina ka regjistruar rritje të niveleve të lumenjve Drin dhe Bun, si dhe të liçenit të Shkodrës. Kesh ka nisur shkarkime të kontrolluara nga hidrocentralet në Fierz, Koman dhe Vaun e Dejës.